Louise Ailey dhe Chiara Tito kanë ndezur rrjetin me publikimin e pamjeve nga dita e 6 e xhirimeve të filmit të tyre të ri, një projekt që prej javësh ka ngjallur kurreshtje të madhe tek publiku. Çifti më i dashur i ekranit, të cilët kanë fituar zemrat e mira ndjekësve që prej kohës së Big Brother, duket se po sjellin diçka ndryshe, plot ndjenja, humor dhe shumë dashuri. Në set, atmosfera ka qenë magjike dhe që në mëngjes, Chiara është parë teksa përgatitej me kujdes për skenat e para, ndërsa Louise, gjithmonë me batuta dhe energji pozitive, ka krijuar një frymë gëzimi e harmonie për të gjithë ekipin. Një moment i veçantë që nuk i ka shpëtuar syrit të askujt ka qenë ai kur vogëlushja Luna, vajza e tyre e dashur, është parë në krahët e Chiarës duke përqafuar prindërit me shumë dashuri, ndërsa Louise i ka dhuruar një puthje plot emocion. Luna, me buzëqeshjen e saj engjëllore, ka kthyer çdo moment në një skenë të ëmbël, duke i dhënë filmimeve një prekje të vërtet familjare. Sipas burimeve pranë produksionit, filmi pritet të jetë një përzierje mes komedisë romantike dhe ndjenjave të thella që pasqyrojnë realitetin e çiftit, duke sjellë një histori që do t'i bëjë të gjithë të qeshin, por edhe të emocionohen. Në disa pamje që janë bërë virale, shihet Louise teksa mban Chiarën për dore në një skenë dashurie në dritën e perëndimit, një moment që ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Fansat i kanë mbushur komentet me urime, duke shprehur padurim për premierën e filmit që pritet të publikohet shumë shpejt. Në fund të ditës, familja Ailey është parë duke e përmbyllur xhirimin me një përqafim të ngrohtë, ndërsa Luna ka duartrokitur e lumtur për prindërit e saj. Ky projekt, përveç se është një sukses artistik, është edhe një dëshmi e dashurisë së tyre të fortë, që rritet çdo ditë e më shumë nën sytë e publikut. Burime pranë ekipit tregojnë se pas çdo skene, çifti ka ndarë momente të ëmbla përtej kamerës, duke dëshmuar se lidhja e tyre mbetet po aq e fortë sa ditën e parë. Luna, e vogla që tashmë është bërë pjesë e pandashme e çdo projekti të prindërve, ka vjedhur vëmendjen e të gjithëve me gjestet e saj të dashura, duke e kthyer çdo pushim në një moment plot gaz e dashuri. Me këtë fillim premtues, duket se filmi do të jetë jo vetëm një sukses kinematografik, por edhe një udhëtim i ndjerë i dashurisë dhe familjes, ku çdo sekuencë do të mbajë një pjesë të shpirtit të tyre.